Me grupin Adem Jasharit ka pas komunikim, sepse kanë qenë komunikim Gjilat Dingashi, ka qenë Hashim Thaçi, po dhe Gjavit Haziri. Pastaj ne shkum, morëm një takim me Rugova dhe bisedum që nuk është mirë, sepse ne po përpiqemi që të arrujmë një kohezion nacional, një unitet kombëtar, sepse kemi përballë Serbinë, dhe di që Rugova fjalët e para ka pas, a keni hekra. Në një moment azemi u drejtu, tha Ibrahim, Jugoslavia do shkatërrohet. Dhe Jugoslavia nuk do mund shkatërrohet pa luftë. Nëse slovenët e kroatët e bosnjakët nuk do të mund të shkputen pa luftë. Si mendoni ju që ne do të shkputemi pa luftë? Në 10 orë të vitit 90 ne luftoja Ademi në Prekaz dhe që nga vitit 89 kemi filluar që të sillem pajisje rreth vetës. Zakonisht armët janë sjellën me sasinë ajo të mëdha, me sasi të vogla nga kryesisht nga Zvicra. Ato janë përgatitur atje prej Gjavit Halitit dhe Ali Ahmetit, kryesisht të dy veprimtar, kurse njerëzit e parë që kanë sjellë armë në mënyrë të organizuar në Kosovë kanë qenë Ahmet Haxhiu, ka qenë Ali Rashani. Ali Rashani është arrestuar në Itali me një barë me 20 Kalashnikov dhe është dënuar 6 vjet burg. Ka qenë Muharrem Dina nga Raveci, ka qenë Skënder Qeku, ka qenë Ismet Mahmuti nga një fshat Llapashtice, Podujevës. Këta janë ata që kanë sjellë deri në vitin 1993 në mënyrë permanente armë me të cilat armë pastaj ne kemi shpërndarë për strukturat të organizimit dhe me ato armë janë krijuar ato njësitet e para të armatosura, sepse gjithmonë organizimi klandestin asnjëherë s'e ka abstrahu kryengritjen e armatosur si formë për me ushtliru nga pushtuesit. Me grupin Adem Jasharit ka pas komunikim, sepse kanë qenë komunikim Gjilat Dingashi, ka qenë Hashim Thaçi, po dhe Gjavit Haziri. Pasi filloi do thotë filluam të mendojmë seriozisht që nuk shkonte me organizim politik legal. Ne u përpoqëm dhe vendosëm kontakte edhe me partitë. Kemi vendosur kontakte edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe me Ibrahim Rugovën. Kemi marrë një var takimesh me të dhe pasi fillon në vitin 91, takimin e parë kemi pas në prill vitit 91, sepse kur filloi të forcohet Lidhja Demokratike në terren, ata filluan në përpjekje për të na stigmatizuar, për të na diskualifikuar politikisht dhe për të na kualifikuar si marksist-leninist. Pastaj ne shkum, morëm një takim me Rugova dhe bisedum që nuk është mirë, sepse ne po përpiqemi që të arrujmë një kohezion nacional, një unitet kombëtar, sepse kemi përballë Serbinë dhe di që Rugova fjalët e para ka pas, a keni hekra. Ne i thamë që nuk kemi sa na duhen, po që nuk jemi edhe krejt pa to. Realisht nuk kemi pas shumë. Mirë po Rugova nuk donte me bisedu për luftën. Ai tha tash kanë linë kohë të reja, na kemi devizën pa demokraci nuk ka liri. Ne i thamë shumë afër jemi. Unë i kam thënë profesor Azem Sylla, ja thënë se në takim me Rugovën ka qenë Azem Sylla, Gjavit Haziri dhe unë. Gjaviti ka thënë kryetar, unë i kam thënë profesor, kurse Azem Sylla ka thënë Ibrahim. Dhe në një moment azemi u drejtu, tha Ibrahim, Jugoslavia do shkatërrohet. Dhe Jugoslavia nuk do mund shkatërrohet pa luftë. Nëse slovenët e kroatët e bosnjakët nuk do të mund të shkputen pa luftë. Si mendoni ju që ne do të shkputemi pa luftë? Ja të bëhemi bashkë, se edhe të gjithë po të jemi do ta kemi vështirë. A tha, po ju lutem, tha, na kemi pa demokraci nuk ka liri, thash, na kemi pa liri s'ka demokraci, kështu që veç vendit do të më ndru fjalëve, dhe ne kemi mbajt një var takimesh edhe me Ibrahim Rugovën, pastaj edhe me të tjerë, kur mendum seriozisht që do të ndrojmë kursin, i kemi konsultuar edhe një numër të intelektualëve. Kemi biseduar me Gazmend Zajmin, me Femi Aganin, me Recep Qosjen, me Ejup Satovcin, me Ashraf Ademin. Dhe në disa raste, ne ju kemi thonë, sepse të gjithë kanë qenë skeptik, që ne do të mund të bëjmë një kryengritje të armatosur dhe që do dohet instanca e fundit, lufta për të shkputur nga Serbia. Ata nuk ishin domthonë shumë entuziast
dhe thoshin që Jugoslavia është fuqi e madhe, është problem, atëherë veç lufta kishte filluar në Kroaci, në Sloveni, ishin shkëndijat e para dhe luftës në Bosnjë. Por e di që ju kemi thonë që nëse mujahidinët me pushk kanë fillu luftën kundër një perandorie Bashkimit Sovjetik, me pushk që mbushën nga Gryka, edhe kanë dëbu perandorinë sovjetike nga Afganistani. Pse ne s'mund ta dëbojmë Serbinë? Ata kanë nisë me aso pushk primitive, po kanë përfundu me stingera. Pse ne s'mundemi? Kështu që e di që gazmenzojme na ka thonë një popull që ka një rini të tillë nuk ka menet gjatë në kopim. Ai ka qenë entuziast, mirë po ka qenë skeptik që do të mund të bëjmë diçka.